Të afërmit e Gjestit thumbojnë Ledionin pas prajmit, janë çfarë po ndodh. Në mbrëmjen e fundit të prajmit, Ledion Liçi ka pyetur Gjestin se çfarë mendimi ka për komentet se ai nuk e meriton ta fitojë këtë edicion të Big Brother VIP, edhe pse Gjesti, i cili është padyshim një ndër pretendentët më të mëdhenj për ta fituar këtë edicion, reagoi me qetësi. Përgjigja më e fortë duket se ka ardhur nga jashtë, nga të afërmit që i menaxhojnë Instagramin e tij, teksa në postimin e fundit në llogarinë e Gjestit shkruar: "Unë nuk luaj lojë, unë jam loja, historia e Big Brotherit", teksa një thumb i qartë për të gjithë ata që kanë vënë në dyshim rrugtimin e tij, duke treguar se për Gjestin Big Brotheri nuk është vetëm një sfidë, por një tregim që ai e shkruan vetë. Jo vetëm kaq, pasi motra e Gjestit pas kësaj, Blerina Kelmendi, mbrëm vonë ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në Big Brother VIP Albania, teksa ka shkruar me një mesazh duke dhënë forca Gjestit, teksa shkruan: "Qëndro edhe pak king se fitoria është vetëm e jotja dhe askujt tjetër. Nëse me të vërtet do vlerësohet vota e publikut, këtë do ta vërtetoj me 19 prill", ka shkruar Blerina krahas kësaj foto, teksa kujtojmë se ky mesazh duket edhe si një përgjigje indirekte ndaj thashëthimeve se produksioni Big Brother VIP do ta manipulojë fitoren e Gjestit pasi është premtuar çmimi i madh Rëzanës. Ndryshe, Gjesti është një ndër lojtarët më favorit, teksa edhe në një sondazh të fundit të bërë me 1200 persona, ai ka dalë në vend të parë si fitues me 61% të gjithë votave. Duket se Gjesti pas më shumë se 160 ditësh izolim do ta marrë çmimin e parë me 19 prill.